Kjo grua lau fytyrën me kafe për 7 ditë dhe rezultati i habitit të gjithë. Nëse keni shpenzuar ndonjëherë kohë duke përdorur edhe recetat që i keni parë, ndoshta keni parë edhe shumë produkte për pastrimin e fytyrës, shenjat e zeza, të cilat mund të jenë të vështira për t'u larguar. Filxhani i kafes së suaj zakonisht njihet si një element i rëndësishëm i rutinës suaj të mëngjesit. Megjithatë, disa argumentojnë se kafeja mund të jetë e efektshme për trajtimin e shumë kushteve, sidomos edhe ato të fytyrës. Domethënë, kafeja mund të zvogëlojë inflamacionin duke e bërë ata aq efektive sa aspirina. Përveç kësaj mund të zvogëlojë rrafet e errët poshtë syve, ku kjo do të ndihmojë në reduktimin e mbledhjes së gjakut nën sy, të cilat zakonisht shkaktojnë rrafet e errët. Gjithashtu ky trajtim do ju ndihmojë të thyeni depozitat e yndyrës nën sipërfaqen e lëkurës. Gjithashtu, përdorimi i llojit të kafes në lëkurën tuaj mund t'japë rezultate fantastike edhe në dukjen e saj.